Sepse unë preferoj më mirë që ti jesh i mbështetur nga shteti yt sesa nga krimi. Për shembull, sepse krimi patjetër pa diskutim jep tjetër status, të formalizon, të ligjëron. Po. Kjo e fundit, dua të ndalojmë, është tërësisht kritike, le ta pranojmë, sepse ta specifikosh që një media, një pjesë e mirë e medias aludohet që mbështeten pikërisht nga kjo forma e fundit, që është tërësisht jo ligjore dhe e kundraligjshme, sidoqoftë që dënohet, del dhe krijon një media apo lobon në media. Si prish kjo ekuilibrat realisht sot në median shqiptare? I ka prishur plotësisht, po jo vetëm ekuilibrin në media, kjo ka prishur ekuilibrin në shoqëri. Mua më duhet ta pohoj diçka që e kam thënë, nuk më është pranuar dhe më është marrë për propagandë. Kur kam thënë media i përzon shqiptarët nga vendi. Unë vazhdoj ta besoj këtë gjë. Media me agresivitetin e saj, të prish ditën, të prish humorin, më falen, nëse ti dëgjon për ditë që filan njeri ka marr X milion euro dhe ka kaq para në bankë dhe kaq pasuri, ti nuk e pyet veten, më po për çfarë po punoj unë? Për çfarë po jetoj këtu? Për çfarë po zgjohem në mëngjes? Për çfarë kam ndërmend të martohem? Pse të bëj fëmijë? Ku ti çoj? Dhe të kam një dëshpërim jashtëzakonshëm, paralizues. Në fund të fundit, dhe vetëm kur më vesh që kjo gjëja që sapo është thënë për këtë njeriu s'është e vërtet. Dhe ti nuk di më cila është e vërteta dhe cila është gënjeshtra. Në një media dëgjon që ky është një njeri i tmerrshëm dhe ka vjedhur, në një media ajo del dhe fillon e qan. Dhe ti s'di këtë besosh, median ku ajo qau apo median që tha që ajo vodhi.